Betejat e tjera nuk t'i kam zili, po këtë betejën me SPAK unë ta kam me thënë drejtën, se ty t'kan thirrë disa herë, unë kam bërë po bëj kërkesë që të më thrasin dhe s'më thrasin kurrë. Po mase duhet bësh diçka tjetër. Po më japësh për një tesi të shkoj. Do ta jap një mendje edhe atë. Shumë interesante, se mënyra se si e bën ti, ata prap thonë për momentin nuk në momentin që do të prishësh punë ti, atëherë të fat të thresin atë. Se kështu funksionon. Pra unë këtë betejë kam bërë me prokurim përpara, kam qenë thash me gjyq me Fatos Nanon, kryeministër, me të ndjerin Bashkim Fino se qedha i Camoj, kryeministër. Pra unë jam i stërvitur me këtë gjë. Prokuria e kriminalit të rënda, thash më morën. SPAK-u ishte thjesht unë deri në momentin që ndodhi kjo në SPAK nuk isha shkuar asnjëherë për të marrë informacion. Megjithatë informacionet i merrem. Në të gjitha rastet ja u kisha dhënë dhe janë atje dhe ja kam thënë në seancë. Nëse ju shkoni me këtë parim, se nuk keni shefit, nuk keni as Mark Marku, as profesor Hamid Boriçi. Nuk e vendos ti si e marrë unë informacionin. Pra, nëse ti thoj që unë kam nxjerrë kryeministrin me këtë atje dhe kam nxjerrë në interes të një grupi tjetër, i cili ka dhënë vota dhe në këto zgjedhje, i dha një rekord prap. Ai grupi, jo unë. Me që rafjata numrin e Suelit, kontaktin e Suel Qeles, e ka? Kontaktin e Suel Qeles më kollaj e kini ta gjeni duke pyetur në kryeministri ose... Ti marrim ca këshilla PR-i, marketingu, se do na duan jetë. Po ta them unë e ke aty, sepse në zgjedhjet e fundit ka dhënë kontribut, siç dhanë 2021, se kjo është e bukur. Pra ta akuzojnë se ke bërë komplot me një njerëz që ka ndihmuar qeverinë për të rrëzuar qeverinë. S'ka sens. Dhe pastaj kalojnë te pjesa tjetër. Ta ka akuzat. Bën një akuzë korrupsion pasiv në sektor privat dhe organizatë kriminale, që është niveli më i lartë. Pra sot në Shqipëri, ky është niveli më i lartë. Nuk ka term mafia, është term gazetares. Po tani nëse pjesë organizatës kriminale, pse duhet korruptohesh? Se ti pjesë organizatës. Ti po shet 2 ton kokainë dhe po ndan fitimin e organizatës. Pse duhet të shemi përqindje së rregull? Po sepse duhet korruptohesh. Gjëja që unë i kam thënë në seancë, që kam patur është pse më keni nxjerr pikërisht këtu te ky grup dhe s'më keni futur me Fierin, me Vlorën, me Shkodrën, me Tiranën, me Durrësin, me Niklën, se unë jam me të gjithë. Po të hyni unë kam folë se kam marrë informacion dhe e kam denoncuar. Kur doli atë ditë visi i pojë se njifte njëri, thash kanë nxjerrë foto si duket si 60 vjeçë. Sa është të vërtet? Po s'është ai visi i pojës. Se po duhet ta përshkruaj pastaj merr ndaj kolegu im i fut edhe ngjyra dhe ta ke bërë. Të gabuara, fillojnë ato shoqet e mia, sa i bukur është, fillojnë fantazojnë. Bon, nuk është në stilin e kësaj, ai ka qenë te stili i flutrimit të ulët. Kjo ekspozoi përfshirja në fuqia, pesha e madhe që shiko, krimi i vërtetë është pushtet. Mafia, termi normal, çfarë është? Është organizat pushteti. Krimi në Shqipëri po shkonte kulisat, marrëveshjet me pushtetin, me politikën, me gjithë ato i çoi i ekspozoi. Kush nuk shkoi atje, thash ai shkret në Delvin ishte. Vetëm pse u futë politika e hëngri. Kush e shiti atë? Pra unë jam njëri që kam dalë në mediat se kam besuar kurrë në jetën time që do të kishte dokumentar për mua te televizioni i madh japonez. Kej dokumentar atje, më unë habitem për Jo, me gjithë histori që tregove sot, duhet bëj edhe unë ca dokumentar me ty. Unë kuptoj vetëm Artan Hoxha San atje, se s'kuptoj asgjë tjetër. Por nga aty deri në Kanada, media më të mëdha në botë. Madje edhe kur erdhëm këtu po mbaj mend po bënin një historik atëherë të madh, ka qenë tabloidi më i madh gjerman, Stern. Dhe ata kishin ardhur për grupin Bajri. Madje për Safet Bajri. Dhe po merreshim me atë, kishin qenë në Shkodër, vajtëm bën ca filmime, erdhëm poshtë. Mos e ishin pra historinë e peshkimit. Më than mua, jo më nuk kanë histori peshkimi, peshkimi ishte histori për kam bashkuar tjera gjëra ata. Këtë peshkimin e kishte mbeta i burri. Në ato momente është bërë 3 ditë debat në parlamentin belg për Safet Bajri. Safet Bajri nuk ishte ndonjë njeri që përfaqëson ndonjë gjë të madhe atje. Edhe te Bajrat nuk është kryetari i Safetit. Bishti Kavallet. Nuk them Bishti Kavallet, por nuk është kryetari i pari. Se edhe ata vet janë si themon janë familje e madhe. Tani, u them shiko, këta vërtet janë problematik, por janë lokal. Doni një që ka për masa vërtet që ti do shisë revistën në Europë. Ata kur shkruajnë për tregun shqiptar. Pra ne ku themi, çka kanë thënë këta në një gjë që se dim ne. Se unë duke punuar vazhdimisht me gazetarët, në fillim edhe unë ja admiroja, duhet të shikoja. Më vonë kuptova që se kishin ndonjë gjë më shumë se ne, po thjesht ai drejtoi një tregu më të madh
kishte eksperiencën, kishte mjetet në dispozicion. Po kur e shikoja që ai s'bënte dot gjë në Shqipëri pa folur me mua, si isha unë këtu, në terren, që e njifi. Dhe i them, shiko, ja ku ku ke kryetarin e parlamentit, aty ke ministrin, zëvendëskryeministrin, ishin prisin shiritin atë. Hop, me njëherë ajo e përmbysi historinë. Dhe ata publikuan një shkrim atëherë, që unë se mendova kur, pra unë përfundova nga njeriu që isha informator për ta, dhe përfundova në një intervistuar dhe objekti i shkrimit. Dhe shkrimi në faqen e parë është 13 faqe, shtërën. Dhe titulli është Rruga e re e kokainës. Shkrimi ka dalë në fillim të shkurtit të vitit 2018.